Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Jahona Lushaku Sadriu, ka deklaruar se lëvizja vetëvendosje ka tentuar të kontaktojë dhe të tërheqë në përkrahje të saj dy deputetë LDK-s në përpjekje për të formuar një qeveri të re. Megjithatë, sipas saj, këto përpjekje kanë qenë të pasuksesshme, pasi deputetët e kontaktuar janë përgjigjur në mënyrë të qartë dhe të prerë. Nuk është ndjesi, por diçka për të cilën kemi informacione konkrete. Dy deputetët tanë janë kontaktuar më herët nga VV-ja, por ata kanë marrë qëndrim të qartë dhe kanë dhënë përgjigjen e duhur, u shpreh Lushaku Sadriu gjatë një deklarate për media. Ajo shtoi se LDK-ja është një grup i konsoliduar politik dhe se nuk ekziston asnjë dilemë rreth besnikërisë apo vendosmërisë së deputetëve të kësaj partie. Sipas saj, përpjekjet për peshkim të deputetëve nuk do të kenë sukses në radhat e LDK-s. Jemi një grup shumë kompakt politik, edhe kontaktet që janë bërë nuk kanë pasur asnjë ndikim, nuk ka asnjë dilemë për qëndrimin tonë, theksoi deputetja. Kjo deklaratë vjen në kohën kur skena politike në Kosovë është e tensionuar pas zgjedhjeve të fundit dhe formimi i qeverisë së re po del të jetë një proces i ndërlikuar. Lëvizja vetëvendosje, që ka marrë pjesën më të madhe të votave, po përpiqet të sigurojë shumicën për të formuar kabinetin e ri, ndërsa partitë opozitare përfshi LDK-n po qëndrojnë të rezervuara ndaj bashkëpunimit. Ndërkohë është saktuar që sot, me fillim nga ora 12, të vazhdojë seanca konstituitive e Kuvendit të Kosovës, ku pritet të ketë zhvillime të mëtejshme rreth krijimit të institucioneve të reja.